ku nuk ke çfarë të bësh edhe kur kalon mbi trupin tënd. Ti si lexon këtë moment? Këtë mendoj që kjo deklaratë e Ramës është më shumë politike se ka të bëjë me influencën e krimit tu. Tregon vdekjen e një partije që ka marrë fund me kohë, krimin e një kazerme, që ne e kontrollon me grusht e ekurt, dhe qeverisin e tij jo nëpërmjet njerëzve, por nëpërmjet popullit. Pra, ai tha që unë do qeveris me ato 815 vota që ka marrë aty, me jo me juve. Këta tjerë duhet jenë vetëm ushtarët që zbatojnë vendimet. Kjo është e parë. Dyta pastaj është influenca që krimi organizuar ka në grupin parlamentar të Partisë Socialiste, si do të ushtrohet kjo influencë. A është ushtruar kjo influencë ndonjëherë dhe a mund të ushtrohet kjo influencë nëpërmjet deputetëve? Apo është thjesht si garanci dhe ushtrohet nëpërmjet kryeministrit? Unë mendoj që është kjo e dyta, që asnjëherë grupet kriminale nuk kanë mundur të jenë mbi kryeministrin sot, sepse kryeministri është ai që drejton ato. Pra ti nuk mendon që kryeministri është peng i grupeve kriminale, por janë grupet kriminale të cilat marrin garanci? Kjo është një marrëdhënie secili është peng i tjetrës, por dikush e drejton marrëdhënien. Pra, në qoftë se ne themi që ti deputeti do jepen kaq vota këtij kandidati, këtë e ka caktuar Edi Rama, nuk e ka caktuar krimi organizuar. Se kush është, se kush do jepen votat, dhe se kë do mbështesin ata. Në shkëmbim, pastaj ata nuk do kërkojnë marrëdhënie me një deputet, sepse në këtë mënyrë do të prishin kazermën politike që ka ndërtuar Edi Rama. Pra nëse deputet do ngente krye një deputet ndaj kryeministrit për interesat të një grupi kriminal, për interesat të bizneseve të grupeve kriminale, atëherë do të prishej kazerma, do të prishej sistemi autoritar që e ka ngritur aty. Marrëdhëniet e tyre janë direkt me Edi Ramën. Pra, pasi ata kanë bërë këtë që bënë në zgjedhje, japin statistikat dhe pastaj me Edi Ramën ata bëjnë ato që ekzekutimi. Për shembull, rasti i Durrësit. Personi në fjalë, personi i kërkuar kishte marrë leje nga Edi Rama, që nxorën një kandidat për deputet me 5000 vota më shumë se Edi Rama. Ai kishte marrë leje për ndërtim nga Edi Rama. Pra, marrëveshjet janë bërë. Kështu besoj është bërë në gjithë, se po t'i marrim rastet një për një dhe të studiojmë dhe të hetojmë, kjo është marrëdhënie që krijohet me leje në kryesisht turizmi, ndërtimi, aty ku pastrohen parat në përgjithësi. Patjetër. Këto janë lejet, do të thonë që ata jo vetëm të ndërtojnë dhe të krijojnë një tarne, por të kenë mundësinë edhe të pastrojnë parat, siç e kemi, siç ka dalë. Konfirmohet tashmë nga gjithë raportet. Dhe nuk ka më çfarë thuhet. Nuk ka çfarë. Fikërisht kjo që nuk ka më çfarë të thuhet. Dua opinionet të dyve, jeni gazetar.